Dje në Tiranë është nënshkruar marrëveshja tripalëshe në fushën e mbrojtjes në mes të Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Kroacisë. Marrëveshja është nënshkruar nga ministri i mbrojtjes së Kosovës Ejub Maqedonci, ai Shqipërisë Piro Vengo dhe homologu i tyre kroat Ivan Anušić. Ministri Maqedonci tha se kjo marrëveshje nuk kërcënon askënd dhe nuk është kundër askujt. Synimi i këtij bashkëpunimi nuk do të jetë asnjë rast kërcënimi i askujt. Mirë po, gjithashtu është një mesazh për gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë sigurinë, po që dhe stabilitetin në ballkonin perëndimor, por edhe sigurinë e vendeve tona, që tri vendet tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa të përbashkëta janë të bashkuara për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e regionit. Ndërsa ministri i Shqipërisë Vengo tha se kjo nuk është vetëm një vullnet politik, por edhe ripërtritje e industrisë ushtarake e të tri vendeve. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia ndajnë një vlerësim të njëmend, qoftë të kërcënimeve në rajon, qoftë edhe të rreziqeve që i kanosën Evropës juglindore në këto momente të veçanta që nga pikpamja e sigurisë, që nga pikpamja e zhvillimeve në zonën lindore të kontinentit tot. Deklarata për këtë në fakt jo vetëm një vullnet politik, por gjithashtu disa prioritete që ne ndajmë së bashku, kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që tre vendet tona japin ripërtëritjes dhe ringritjes industrisë ushtarake. E kreu i mbrojtjes së Kroacisë tha se po bëjmë një bashkëpunim që ka të bëjë për ndimin dhe zhvillimin e mbrojtjes. Një bashkëpunim i cili do të bazohet sidomos tek bashkëpunimi dhënies ndihmës tek pjesa e zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, ndryshimit të përmbushjes të gjithë marrëveshjeve të cilat kemi përmosur deri tani dhe i kemi pasur në nivel shumë të lartë, por këto tani duam që t'i përmirësojmë edhe t'i përfuqizojmë dhe të ndajmë eksperiencën tonë të shtetit si Kroaci dhe të japim eksperiencën si pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë sot për këtë marrëveshje ka reaguar shteti serb, duke pohuar se krijimi i një aleance ushtarake në mes tri shteteve është shqetësuese për ta, prandaj ka kërkuar përgjigje nga Kroacia dhe Shqipëria.